Ambasadori i Republikës së Turqisë, Fatih Ulusoy, vizitoi sot komunën e Gostivarit, ku prit nga kryetari i komunës Valbon Limani. Vizita kishte kryesisht karaktere përgëzuese me rastin e fillimit të detyrës së kryetarit Limani, por gjatë takimit u diskutua edhe për mundësitë e bashkëpunimit në fusha të ndryshme në të ardhmen. Gjatë takimit, kryetari Limani falenderoi ambasadorin Ulusoy për vizitën, duke theksuar se lidhjet ndërmjet komunës së Gostivarit dhe Republikës së Turqisë janë ndërtuar mbi baza të forta miqësie, frutat e së cilës do të shihen edhe në periudhën që vjen. Sot dita e dytë dhe një vizitë nga shkëlqësia e ambasadorit i Republikës së Turqisë, miku im zotri Fatih Ulusoy, me të cilën biseduam rreth bashkëpunimeve të mundshme edhe në kuadër të komunave, por edhe në kuadër të gjithë bashkëpunimeve tjera ndërkombëtare me të cilat Turqia si shtet mund t'i dalë në ndihmë Gostivarit dhe qytetit ton. Biseduam edhe rreth qytetit ton, bashkëjetesës e kështu me radh. Kënaqësi që gati se ditën e parë le të them të punës mirëprita ambasadorin e Republikës së Turqisë dhe besoj që frutat e kësaj vizite në fakt dhe këtij bashkëpunimi do t'i shohim në 4 vitet e ardhshme. Nga ana e tij, ambasadori i Turqisë Fatih Ulusoy e uroi kryetarin Limani për marrjen e detyrës, duke theksuar se Turqia do të jetë gjithmonë pranë vëllezërve dhe motrave në Gostivar. Sayın Belediye Başkanı yeniden göreve seçildi. Kendisini tebrik ediyoruz. Bir nezaket ziyareti. Është rizgjedhur kryetari i komunës edhe ne përgëzojmë, i urojmë suksese në këtë mandat dhe përcjellim mesazhe se Turqia do të qëndrojë gjithmonë pranë vëllezërve dhe motrave tona në Gostivar. Me komunën e Gostivarit kemi bashkëpunuar edhe më parë dhe në këtë mandat të ri do të vazhdojmë këtë bashkëpunim, duke ndihmuar dhe mbështetur në të gjitha aspektet e mundshme. I urojmë kryetarit një mandat të suksesshëm, tha ambasadori Ulusoy. Gjatë këtij takimi u shkëmbyen dhurata simbolike, por me domethënie të veçantë, ndërsa vizita vazhdoi në shkollën fillore Mustafa Kemal Atatürk në Gostivar, ku mësimin e ndjekin nxënësit nga komuniteti turk. Vizita u vlerësua si një shprehje konkrete e mbështetjes për arsimin, bashkëjetesën dhe ruajtjen e diverzitetit kulturor në komunë.